u mbush një vit që nuk jetoj normal, sepse me hikjen e Martinit, gjendja ime vetëm të madhryme dhe vazhdimisht me merret ajo frymëmarrja. Bëj thirrje të mbrohen fëmijët, të mbrohen mos të heshten institucionet. Martini ishte një fëmijë, lindi i dukshëm dhe ashtu është përsëri. Iku në mënyrën më mizore nga kjo botë, nuk e meritonte edhe nga kush. Nga një bashkëmoshatar i tij, në vend që të ishin shok, ju bë armik dhe i mori jetën. Nuk duhet heshtim, heshtja vret. Kam shumë fjalë për Martinin. Dhe dua t'i them disa prej tyre. Martini ishte futbollist, i dashur, i ëmbël, i mirë, i kishte të gjithë cilësitë që mund kishte një fëmijë dhe nuk meritonte të ikte në atë lloj mënyre. Prandaj ju lutem institucioneve, mësuesve, psikologëve, gjithë stafit që përfshihet në punë të marrë